Kam konkuru në qytetin e Shkupit, kam konkuru në komunë, po zyrtarisht, se nuk e di kur do t'i kenë ata thirrjet publike. Kam bisedu edhe me disa shok ose disa meq ose sponsorizim, po gjithmonë varet edhe prej komunës, sepse në rast se komuna nuk e kemi logjistik në palestër ose në hotele ose çapo di unë, na nuk mundna me bëni organizim tillë. Kemi qenë duhet më detyru më shku dikon tjetër, apo ta anulojmë komplet organizimin. Tash, visarit kryetarit i kam shkru privatisht në Facebook, ka një muj, nuk më kanë përgjigj, ndoshta nuk e ka pa, ndoshta nuk e di, ta shohim. S'mund të them asgjë për momentin, këtë pjesë. Edhe pse realisht mund të kemi në të ardhmen një event? Shpresoj që do të më përgjigjen edhe pse jo, unë jam i gatshëm me qenë edhe ambasadori Çajirit jashtë. Unë pak a shumë jam i dëshmuar edhe në pjesën individuale, se komuna, jo vetëm komuna tash që është Dysare, për çfarë di unë. Unë që 7 vite kam qenë menaxher me çmeker ose promotor dhe gjatë gjithë kohës kam qenë 113 herë ndërmjetësues kryesori evente në gjithë Evropën. Kam organizuar evente, kam organizuar ndeshje për tituj, ndeshje mesatare, ndeshje për këtyve të majve. Po asnjëherë unë nuk jam ftuar se Avdyl Saliu më thonë eja bisedojmë ose të jap një cop letër për gjithë ata që e kanë punuar. Me njohje. Çfarë kërkon Avdyl Saliu, çfarë i duhet nga komuna që t'i jap komuna Avdyl Saliut për të organizuar një spektakël? Komuna. Duhet mbështetje financiare, duhet vend, duhet palestër? Po ne nuk kërkojmë milionat. Edhe pse një profesion i tillë si boksi profesionist me organizu një ngjarje kërkon kogja mjete, se një bokser që është më i keq kushton 1.700 euro shumë. Mos flasim për këta bokserët e mëdha, mos për ata titujt. Për ta sjellë vetëm për të marrë pjesë në një me luftu, po. Pa i llogarit hotelin e gjëra të tilla. Po flas për bokserët më të keq, që unë ata as që i marr në atë event, unë planifikoj minimumin mund ta quaj. Unë planifikoj të marr bokserë të mirë që kushtojnë ndoshta mbi 5.000 apo çka di unë. Po gjithsesi, unë po të them pres nga komuna, kërkesën e kam shkruajtur privat, nesër normal do ta shoh edhe zyrtarisht. Në rast se janë gatshëm me ndihmu, mirë, në rast se nuk janë gatshëm me ndihmu, ajo është çështje e tyre, fundit secili ka mos të them politikën e tij, po plan programin apo strategjinë për një vit caktuar se kanë të mbështesin ose s'kanë të mbështesin. I di këto sepse kam qenë 10 vite këshilltar në qytetin e Shkupit dhe këtë pjesën e ligjit e tij shumë mirë, se vetë unë kam qenë në shumë komisione ku kemi nda mjete për sportistët. Kështu që në atë pjesë kur don gjithmonë ekziston mundësia për mbështetje ka, po.